I nderuar Ministër i Mbrojtjes, Zoti Piro Vengu, e nderuar e ngarkuar me punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Nancy Van Horn, I nderuar shef I shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Lejtnant Arben Kingji, të nderuar të ftuar. Mirë se erdhët në ceremoninë e dorëzimit të sistemit kundra-tank Javelin, një hap I rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të forcave të armatosura dhe thellim të bashkëpunimit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Good morning, everybody. It is a real pleasure to be here. Minister Vengu, General Kingji, thank you for organizing this ceremony here today. I'm delighted to be here with all of you because this ceremony marks a really important step in our ongoing security partnership. The United States provision of these Javelin missiles is a tangible demonstration of our commitment to regional security and to the strength ton për sigurinë rajonale dhe forcën e Aleancës së NATO. Sot me ne këtu sot është komandanti I detashmentit të Gardës së Sigurisë së Marinës së Shtetit Bashkuar në Toger Manuel Coronado. Përpara se të caktojnë ambasadën tonë këtu në Tiranë, në Toger Coronado, shërbeu duke punuar drejt për drejti me sistemin Javelin dhe në ditët e fundit kam mësuar kaq shumë për sistemin Javelin nga ai përfshir edhe teknologjinë e tyre juaj dhe harroj që mundson operatorëve të zhvendosen menjëherë pas gjuajtjes dhe aftësinë e tyre të sulmit nga larg që lejon raketës të ngjitet lart dhe të zhytet me pjerësi për të goditur pikën më të dobët të blindimit armik. And Gunny put it to me quite simply. Në Togeri më shpjegoi shumë thjesht, të sisteme janë vërtet shumë të jashtëzakonshme, që është një pasqyrim I teknologjisë së tyre të avancuar dhe aftësive të tyre mbretërorëse. Paq e rëndësishme, në fakt këto përmbushin gjithashtu targetin e Shqipërisë për mbrojtjen kolektive, të cilat janë të rëndësishme si për mbrojtjen e Shqipërisë, por dhe mbrojtjen tonë kolektive. Paq e rëndësishme, sikurse u tha dhe në ministerial e mbrojtjes së NATO-s nga sekretari I luftës Pete Hegseth. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një ka parë për të ardhmen, një pagesë paraprake për paqen përmes forcës. Kjo paradhënie kërkon jo vetëm mbrojtjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por një fokus të qëndrueshëm në gatishmërinë luftarake dhe modernizimin ushtarak. Mjedisi I sigurisë me cilin përballemi të gjithë është që kërkon që gjitha aleatët të bëjnë pjesë në tyre dhe në emër të Shtetit Bashkuar dua gjithashtu të vlerësoj kontributin tuaj me trupat e pajisje ushtarake për NATO-n dhe misionet ndërkombëtare në mbar botën. Ne jemi krenarë që jemi partner në këto përpjekje. Gjithashtu dua të them që jemi të lumtur që kemi mundësinë të kemi këtu ministrin I cili ka një partner shumë I fortë të Shtetit Bashkuar në muajt e fundit dhe jam tejet e kënaqur që shikoj këto sisteme pak më vonë dhe që dëgjoj më shumë nga ju. Ju falenderoj edhe një herë të gjithëve. Merr fjalën Ministri I Mbrojtjes Zoti Piro Vengu. Të nderuar general, të nderuar shef shtabit përgjithshëm të forcat armatosura, nderuar zonja ngarkuar me punë, dashur Nancy, dashur general, oficer në të gjitha gradat dhe cilësitë tuaja. Përshëndetje të gjithëve. Është vërtet kënaqësi në fakt që në këtë moment tranzitimi të detyrës time të mund të linim këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë amerikan. Sot dorëzojmë në forcën toksore sistemin Javelin në tërësinë e këtij komponenti të porositur prej vitesh dhe pjesë e një bashkëpunimi të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Ky sistem nuk është thjesht një simbol force dhe kapaciteti do thoya unë, është dhe një mesazh qartësie strategjike. Shpeshherë më bëjnë pyetjen pse vendet shpenzojnë, sapo jepet mundësia shpenzojnë kaq pak në mbrojtje. Dhe kur përpiqem ta logjikoj përgjigjen,
E vetmja gjë që më vjen ndërmend është them që siguria është e padukshme kur funksionon. Paqja krijon iluzionin se është një gjendje natyrore dhe investimi në mbrojtje shpeshherë nuk prodhon duar trokitje të menjëhershme, por në fakt shmang kriza që askush nuk do t'i përjetojë. Historia gjithashtu na mëson diçka të thjeshtë, e vërtetuar her pas here, kostoja e përgatitjes është gjithnjë më e vogël se sa kostoja e papërgatitjes. Vendet që hezitojnë të investojnë në mbrojtje, zakonisht investojnë vonë, investojnë në ndrysni, në kushte presioni, në kushte frike, në kushte urgjence. Por Shqipëria ka vendosur dhe zgjedhur edhe në orientimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe administratës së re amerikane të investojë në kopaqe. Kjo ka qenë gjithmonë thelbi i bisedave qoftë me homologun amerikan, qoftë me të gjithë kolegët në bashkëpunimin civil dhe ushtarak të mbrojtjes, të cilët përfitojnë nga rasti ti falenderoj sot, padyshim Nancy-n, Tiffany Atashen, që na është bashkuar prej disa muajsh, Josh Magnusson, i cili së bashku me gjithë 5 këshilltarët e Shtetet Bashkuara që janë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes prej vitesh, na japin një mbështetje domethënëse. Shqipëria, siç e thash, ka zgjedhur të investojë në kopaqe me qetësi, me plan, me disiplinë buxhetore, duke mirë kuptuar gjithashtu në nevojën e një sakrifice buxhetore për të ardhmen. Sistemi Javelin është pjesë e kësaj filozofie, ku ne rrisim besueshmërinë duke shkurajuar rreziqet me kapacitete reale. Sigurisht Shqipëria nuk armatoset dhe nuk forcon kapacitetet e saj për të kërcënuar askënd, por armatoset në mënyrë që askush mos ta vërë në provë, sigurisht brenda suazës së një sigurie kolektive brenda aleancës. Është një bindje e krijuar në gjithë këtë periudhë, kam pasur privilegjin të udhëheq Ministrinë e Mbrojtjes, se mbrojtja nuk është një luks, është një shtyllë e shtetit dhe një kusht ekzistence për një shtet serioz që dëshiron të jetë një hallkë fort në të gjitha proceset që na presin dhe veçanërisht për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe shtetet serioze padyshim investojnë në kohën e duhur dhe jo kur është vonë. Faleminderit të gjithëve për gatishmërinë, mbështetjen, durimin shpeshherë, sikundër dhe për kushtimin e përditshëm shpeshherë jashtë projektorëve, po gjithnjë me shumë mirënjohje dhe dedikim. Faleminderit gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj të kaloni pranë ambientit të demonstrimit të sistemit simulant të raketave kundërtank Javelin dhe me përfundimin e demonstrimit ceremonia shpallet e mbyllur. Ju faleminderit për pjesëmarrjen.